Shkoj mirë era. Unë të solla sot në zyrë, sepse ti ke marrë një përgjigje pozitive para disa muajsh, sepse ke bërë një kërkesë për pension të liqërie në Itali. A mund të shpjegosh pak, çfarë moshe ke bërë? 26 shkurt 1958 jam. Sa ke qenë? Po këtë vit me 26, 25 në pension. Po sa vjeç je, sa i bie? Jam 67. 67 vjeç. Tash unë si na ktheu këto në përgjigje pozitive për ty, ta kam dhënë telefon përgjigjen, po sot ishte e mundur që të bie fizikisht, sepse siç e shohim ka pas disa probleme shëndetësore këto periudhë. Okej. Në Itali sa vite ke punuar? Kam punuar 16 vite, 4 muaj. E kuptoj. Këtë tash dokumenti në limi im si të thotë që ke punuar nga një shkollë 2025 që shoh 2021. Por që nuk janë 21 vite, sepse ti ke pasur do bosh liqe. Pune. Ke pas periudha që s'ke punuar. Çfarë lloj pune, në çfarë fushë ke punuar? Kam punuar një fabrik drumit pishtor. Për 14 vjetë, një 2 vjetë ku punuar në Atene. Në cilën zonë të Italisë? Ne po punuar një vjetë, 2 vjetë po hapër në zonën e Trevizës, në Veneto. Masanej vitet tjerë kom marrë volta më të vona në provincë të Verus. Okej. Po pension shqiptar merr? Po. Ke marrë? Sa vite ke punuar në Shqipëri? Vite në Shqipëri kom pas 21 vit punët, kom marrë në 4 vite. Pension. Pension. Po për këto 16 vite? Për 16 vite kom marrë 578 euro, 500. Po, 578.11. Okej, inshallah nuk të bëjnë atentat, kjo është batuta ime që e bëj gjithmonë. Gjatë kohës që ti kthesh për në Shkodër, nuk të bëjnë ndonjë atentat, se thonë kolla pas ka lek. Tash ato lek sa për të rëndosja. Shumë faleminderit për... Faleminderit Kol, faleminderit. Po para se ta mbyllim, ti erdhe këtu, nuk e di para disa muajsh, ka një vit përpara. Si e morë vesh po të e përzyra? Po kom kërku telefonin tuaj, numrin telefonit tuaj, jam lidhur me numrin. A i besove që mund ta marrësh me 16 vite, sepse emigrantët thonë gjithë pa 20 vite është e pa mundur të marrësh pension. Ti mi që kishe 4 vite minus. Po tash për vetën time, jam lidhur me marrë numrin e telefonit të në Itali, jam lidhur me ty, kam marrë këto, ke zgjiu gjitha problemet, gjitha... E pensionet, jo probleme tjera. Qa kam pas, këto i kam sjellë, kam të me ty, unë jam i knaqur me vitet e tash, një që thonë tjerë... Puna e dyne. Puna e dyne, dikush ka arkade, dikush petë, dikush një mëre, por unë jam i knaqur me... Pjesën tonë. Me njësin edhe me përfundim. U zhvendosën nga Italia, u ktheve Jam zhvendosë që në vitin 23. 23. Ka 23. Tu dhepës Italia, cilat është në arsye pse ikën nga ndaj? Jo... Tu dhepës kjo idea që të shkutësh do lesh Itali që kishe kaq shumë vite, 21 vite jetesa atje. Me thamë drejtë e kisha edhe që vetë që marrë që Italia shë punë që nuk të vazhdo shamë. Qa moshe e dërzove punën? I di 62. 62 vjerët e pas ke lanë. Okej, por ti shpjegojmë pak publiku që na ndjen. Nuk e ke marrë me marrëveshje me për pensionet, pra nuk e kemi bashkë vitet Shqipëri-Itali. Sepse ti pensioni shqiptar e ke bërë, nuk e di kur e ke bërë, se nuk e ke bërë të neve. Unë do kisha dashur ta kisha bërë të neve në moshën 65 vjeç. Por gjithsesi e ke marrë veç. Shqipëria ta ka dhënë moshën 65, mbushën 67 dhe kërkuve pensionin italian dhe ta miratoi si. Me çfarë statusi? Me statusin e emigrantit të rikthyer. Ti solle një certifikat që ke shkput rezidencën, apo jo? Shkputa rezidencën, fillimisht kom shkput rezidencën, edhe kom 3 vjet në Italia. Edhe nuk kom ekzistuar mua rezidencën e imi. Po, se ne këtë doli edhe ky ligji që unë njoftë këtë... Po, nuk të ka të shqipja e liqë. Ti nuk po e me matë liqë kërë. Ja. Jo, se të të morë se emigratë një besuar. Pra, që duhet të tregoj publiku? Duhet të tregoj që në gjithë të dosën tënde, kemi eq një rezidencë të certifikato di residenza storico. E ke marrë një dokument të komuna e Valeggio sul Mincio, e le sbaglio la po? Provincia di Verona, të zyra anagrafe, l'ufficio di anagrafe,
që është certifikato di residenza storico, ku thot kola ke qenë në disa zona, në Volta Mantovana, Valeggio, në Piacenza, në Treviso. Dhe thot në datën 18/10/2023 ke shkuar në Albania, në Shqipëri. Dhe këtë dokumente ke marrë me datën 28/9/2024. Pra, këtë certifikatën e hoqe vetë, apo ta hoqe një familjar? Një pjesë, si ishte aty. Janë me vështirësi këtë dokument? Jo. Jo? Komuna? Ja. Ma me fjallë aplikimin pa një jave, ala në takim në komunën. Në zyrën anagram, në zyrën e gjinës civile. Paracitë në komunën, me dokumentat e mi, që kypën me mos mundësim me kemë në prezent, më ka të jetë. Edhe me qatë asure kostë? Jo, ka vetë. Ka vetë ta ka sjellë. Dakor, pra morën pension ta gëzosh shkollë, gjithmos sqarimet kolega marrë me statusin e emigrantit të riadresuar, të kthyer përfundimisht në vendin e vet, ja bërë dhe pyetjet pse u ktheve. Tash madje jemi në një moment delikat, se shoh që jemi me Patrica për shëndetësinë. Do dhënë si Italia? Do kishe pas dëshirë të kurohesh në Itali me këtë problem që ke aktualisht? Për momentin po, me zirë dy operime që i kom pa në Itali. Gjatë kohë që ke në Itali, kom pa dy operimet. Në cilën periudhë bëhet fjalë? Në 2015, Dikur. në 2020. Okej, para se të shkputje rezidenca. Po shkputë rezidenca. Po tani që shkputë Ta rezidenca. shkputë rezidenca, në zhuni moment që merë dy operime njëna pas tjetrit, dhe të rove i ba njëna në Tiranë, njëna do t'i ba në Shkodër. Normalisht që anë prapë dëshira me vakencë gjanë që kisha të hi, i kisha pa bërë një. I kështë bën Italia? Ke fëmijët atje, ku ke atje? I ke këtu vetë, je gjithë. Do kishe pas dëshirë. Pra, është një gjë le themi që ke sakrifikuar rezidencën dhe shëndetësi për hyrje të këtij pensioni. Megjithatë ishe kthyer përpara se Kisha në zikur një anë. deri tani, moment që të marrësh në fuqi, nuk besoj se do jenë këto lërë diçka që të marrësh diçka. Pra këto sakrifica do jetë që do jetë e mundur që të mos lejmë rezidencë, të marrim pension për që emigrantë riadresuar etj. Për punimi jam minjos kështu. Realitetit italian, ligjeve italiane dhe shtetit italian. Shtetit italian, se ne nuk është se ne vetëm bëm aplikimin dhe të si institucion që jemi. Mirë, kjo është jo, kjo se ta mëra për dashje, është vendimi i njësit, nuk ka të kujdes. Njeri nuk mund t'i bojnë gjitha qa ka në meni, por do me bo qatë vitë me kohën, me bo me kohën. Me u përshtat me kohën, me kërku të drenën tua, atë që të takon, se cili do të kërkoj atë që i takon, ta kërkoj ta marri, jo të lidhë të thotë, mo nuk e di, nuk më takon, kjo s'është e vërtet, kjo gjë nuk ekziston. Të më thënë, shqiptarët vërej që ja heqin vetës mundësinë që të informohen. Të paktën të kenë kuriozitetin për të informuar. Informacioni është burim pushteti, është pushteti vetë. Pa informacionin ke pushtetin prapë di se çfarë kërkosh, ku ta kërkosh etj. Mirë. Përshëndes. Përshëndes. Faleminderit për pak. Mirë, faleminderit.